Në lajme do të ndiqni pa përfunduar ende numërimi i votave të diasporës dhe i votave parapëlqyese. Socialistët kanë fituar 83 mandate, 9 më shumë se në vitin 2021. Vitin e kaluar në Shqipëri ishin mbi 248.000 biznese aktive, ku peshën më të madhe zinin subjektet e regjistruara si person fizik apo i vetpunësuar. Bashkimi Evropian dhe Shqipëria kanë nënshkruar një marrëveshje shumë vjeçare për punësimin e të rinjve me kosto të përgjithshme të programit për 63.48 milion euro. Në skemën e pensioneve janë argëtuar 420 milion euro vetëm në 3 muajt e parë të vitit, me një kapërcim prej 47 milion euro në raport me një vit më parë. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion. Pa përfunduar ende numërimi i votave të diasporës dhe i votave parapëlqyese, socialistët rezultojnë të kenë fituar 83 mandate, 9 mandate më shumë se në 2021, ndërsa demokratët 9 mandate më pak. Sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Partia Socialiste ka marrë 52.25% të votave të shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit deri më tani. Partia Socialiste do të udhëheqë vendin edhe në 4 vite të ardhshme. Për marrjen e mandatit të 4, Partia Socialiste ka siguruar një fitore më të thellë se në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Pa përfunduar akoma numërimi i votave të diasporës, socialistët rezultojnë të kenë fituar 83 mandate, 9 mandate më shumë se në 2021. Ndërkohë koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka marrë vetëm 50 mandate, 9 mandate më pak se në 2021. Nga partitë e vogla, Socialdemokratët kanë siguruar sërish 3 mandate, një lloj si në 2021. Partia Mundësia fiton 2 mandate, ndërsa koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet dhe Lëvizja Bashk fusin në kuvend nga 1 deputet. 5 partitë e tjera që garuan në këto zgjedhje nuk kanë fituar asnjë mandat. Partia Socialiste ka marrë 52.27% ose mbi 780.000 vota, ndërsa koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka fituar vetëm 33.92% ose mbi 506.000 të votave në rang vendi. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet është forca e tretë politike me më tepër vota, mbi 56.000, ndërsa Partia Socialdemokrate dhe Mundësia figurojnë me 48.000 dhe 46.000 vota përkatësisht. Për shkak të sistemit zgjedhor aktual, pavarësisht se koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet ka marrë më tepër vota se Partia Socialdemokrate, kjo e fundit ka fituar më shumë mandate, sepse i ka pasur votat më të përqendruara në 2 qarqe dhe jo të shpërndara në të gjithë vendin. Përsa i përket qarqeve, demokratët në koalicion kryesojnë vetëm në Kukës, Shkodër dhe Lezhë, ndërsa qytetarët të 9 qarqeve të tjera kanë votuar me shumicë për socialistët. Mbi 56.000 vota kanë shkuar dëm pasi janë vlerësuar si të pavlefshme. Aktualisht nuk ka përfunduar akoma numërimi i votave parapëlqyese, pra për kandidatët në listën e hapur, ndërsa vijon edhe numërimi i votave të diasporës shqiptare. Nga të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rezulton se deri në orën 13:30 të ditës së sotme janë numëruar mbi 87.000 zarfe, me 54.08% të votave që kanë forcuar edhe më tepër pozitën e Partisë Socialiste, ndërsa vetëm 28.54% të votave të diasporës shqiptare janë dhënë për koalicionin Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Në programin ekonomik të prezantuar gjatë fushatës elektorale, Partia Socialiste parashikon rritje pagash dhe pensionesh pa ndryshuar regjimin fiskal. Duke filluar nga janari vitit 2026, paga minimale do të jetë 500 euro. Vota e 11 majit përcaktoi se Partia Socialiste do të drejtojë vendin në 4 vitet e ardhshme, teksa programi ekonomik i prezantuar gjatë fushatës elektorale parashikon rritje pagash e pensionesh pa ndryshuar regjimin fiskal. Kështu, kjo parti nuk ka planifikuar ndryshim të taksimit të ardhurave, duke qëndruar te taksimi progresiv 0 deri 23%, ndërsa premton rritje pagash e pensionesh. Paga mesatare në sektorin publik premtohet të shkojnë në të paktën 1.200 euro në Shqipërinë e vitit 2030, ndërsa paga mesatare duke përfshirë dhe sektorin privat do jetë të paktën 1.000 euro. Për mjekët është prezantuar ambicia për paga mesatare 2.000 euro, ndërsa për mësuesit 1.250 euro. Po ashtu në programin e Partisë Socialiste parashikohet se duke filluar nga janari 2026,
Paga minimale do jetë 500 euro. Për të kompensuar rritjen e kostove për sipërmarrjet, premtohet lehtësia që gjatë 18 muajve pas pagës së parë të mos kenë asnjë detyrim tatimor mbi shtesën prej 100 eurosh. Po ashtu ambicia e PS është që në 2030 pensioni mesatar të jetë 400 euro për të gjithë ata që kanë paguar sigurime të plota dhe për të gjithë të tjerët të ketë një pension minimal që synohet të shkojë në 200 euro. Ndryshe nga rritja e pagës minimale, për rritjen e pensioneve programi nuk parashikon një vit konkret se kur parashikohet të realizohet. Për Partinë Socialiste, deri në 2029 Shqipëria do të vazhdojë të ketë zero taks për biznesin e vogël. I pandryshuar do mbetet dhe regjimi taksës 15% për biznesin e madh, por për mandatin e 4 premtohet paqja fiskale, sipas së cilës për një periudhë 3 vjeçare, për çdo fitim shtesë që biznesi do të deklarojë mbi normën e rritjes ekonomike, do të tatohet vetëm 5%. Në mbështetje të biznesit, premtohet dhe mobilizimi 2 miliardë euro kredi dhe garanci nëpërmjet Bankës së Shqipërisë dhe Bankës së Zhvillimit, me qëllim rritjen e prodhimit vendas. Liderët botëror kanë uruar kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Liderët botëror kanë uruar kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama për fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. E para që uroi ishte kryeministrja italisë Giorgia Meloni, e cila shprehu angazhimin e saj për të vazhduar bashkëpunimin për forcimin e lidhjeve dypalshe dhe mbështetjes për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ajo theksoi se bashkëpunimi strategjik mes Italisë dhe Shqipërisë është thelluar më tej përmes nismave të përbashkëta që janë rezultati i një dialogu konstruktiv. Do të doja të shpreha urimet e mia të sinqerta kryeministrit Edi Rama për riemërimin e tij si kreu i qeverisë shqiptare. Miqësia the dhe bashkëpunimi strategjik që lidh dy kombet tona është forcuar më tej fal nismave të përbashkëta, rezultati i dialogu konstruktiv dhe një dëshirë të përbashkët për të përgjigjur sfidave globale me zgjidhje inovative. Ne do të vazhdojmë të punojmë për të forcuar më tej lidhjen midis dy qeverive tona dhe për të arritur objektiva të përbashkëta, duke përfshirë forcimin e stabilitetit në Ballkan dhe avancimin e rrugës europiane të Shqipërisë, tha Meloni. Këtij urimi është përgjigjur edhe kryeministri Edi Rama, i cili thotë se më e mira për të dy vendet do të vinë në të ardhmen. Faleminderit motor, është nder të shërbesh për një marrëdhënie të jashtëzakonshme afërsie dhe miqësie si ajo mes Shqipërisë dhe Italisë, dhe është privilegj të bashkëpunosh me një lider si ti që thot atë që bën dhe bën atë që thot. Nuk e di nëse kam shkruar sakt një lider dhe jo një lidere, por e di me siguri se më e mira për dy vendet tona nuk ka ardhur ende, shkruan Rama. Urimi i është bashkuar edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, ku gjithashtu ka vlerësuar forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Urime për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste për fitoren bindëse në zgjedhje. Ju uroj sukses në shërbim të popullit shqiptar. E vlerësojmë shumë qëndrimin tuaj të qartë dhe të palëkundur mbi nevojën në paqe të qëndrueshme për Ukrainën, e cila mund të arrihet vetëm përmes një armëpushimi të plotë dhe pa kushtëzuar. Mezi presë të forcojmë edhe më tej marrëdhënien miqësore mes dy vendeve tona, për të mirën e të dy kombeve tona, shkruan Zelensky. Edhe kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković ka uruar kryeministrin Edi Rama, ndërsa shpreh kënaqësinë për të marrë pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Tiranë. Urime kryeministrit Edi Rama për fitoren e zgjedhjeve. Pres me padurim forcimin e mëtejshëm të marrëdhënies dypalshe dhe vazhdimin e bashkëpunimit në kuadër të NATO-s dhe forumeve të tjera ndërkombëtare. Me kënaqësi pres të marrë pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Tiranë të premten, shkruan Plenković. Kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez ka uruar kryeministrin Edi Rama, ndërsa thotë se shqiptarët mbështeten përpjekjet për të integruar vendin. Urime Edi Rama për fitoren e madhe të Partisë Socialiste në zgjedhje. Shqiptarët mbështesin në masë të madhe përpjekjet për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Urime, shkruan Sánchez. Edhe kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka uruar Ramën në rrjetet sociale. Urime kryeministrit Edi Rama për fitoren e tij bindëse në zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë. I dashur Edi, mezi pres ju shokët të premte në Tiranë në atë që mund të jetë një samit historik. Gjithashtu një tjetër urim ka ardhur edhe nga kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer, i cili përmes një postimi në platformin X ka shkruar: Urime Edi Rama për fitoren tuaj historike në zgjedhje. Pres me padurim të vazhdojmë bashkëpunimin për të sjellë rezultate për njerëzit e zakonshëm në të dy vendet tona. Në urimet për kryeministrin Edi Rama është bashkuar dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në urimin e saj shkruan: në ndërtimin tuaj Shqipëria ka bërë përparim të madh drejt bashkimit ton. Le të vazhdojmë të punojmë ngushtë së bashku për reformat e BE-s, mezi pres t'ju përgëzoj personalisht nesër në Tiranë. Deri më datë 12 maj, pranë gjykatës shkallës së parë me jurisdiksion të përgjithshëm, janë regjistruar gjithsej 87 kallëzime penale për vepra penale në fushën e zgjedhjeve.
Deri më datë 12 maj, pranë gjykatave të shkallës së parë me jurisdiksion të përgjithshëm janë regjistruar gjithsej 87 kallëzime penale për vepra penale në fushën e zgjedhjeve. Nga këto kallëzime janë hapur 34 procedime penale dhe janë arrestuar në flagrant 7 persona. Kallëzimet janë depozituar në disa qytete kryesore të vendit, duke përfshirë Tiranën me 21 raste, Dibrë me 15 raste, Fieri me 8 raste, Elbasani dhe të tjera të shpërndara në Kukës, Vlorë, Shkodër, Korçë, Saran dhe Berat. Sipas burimeve zyrtare, njoftimet për këto vepra penale janë raportuar kryesisht nga policia gjyqësore, SPAK, subjekte politike dhe qytetarë. Prokuroria e Tiranës kryeson listën me më shumë arrestime, konkretisht 4 persona të ndalur në flagrancë për shkelje të ligjit zgjedhor. Arrestimet të tjera janë regjistruar në Elbasan, Lezhë dhe Fier, po ashtu në Elbasan është lëshuar urdhër ndalimi për 4 persona të tjerë. Ndërkohë 6 kallëzime penale janë dërguar për kompetencë në SPAK, të cilat përfshin raste nga prokuroritë e Durrësit, Lezhës, Dibrës, Fierit dhe Shkodrës. Nga gjithë kallëzimet e depozituara për 12 prej tyre janë vendosur mosfillimi i hetimeve. Këto përfshin 5 raste në Tiranë, 2 në Kukës, 2 në Dibër dhe raste të tjera në Sarandë, Fier dhe Elbasan. Aktualisht hetimet për pjesën tjetër të kallëzimeve janë ende në fazë verifikimi, ndërsa disa prej tyre janë dërguar për gjykim. Prokurorit kanë theksuar se po vijon puna për verifikimin e çdo rasti, me qëllim sigurimin e një procesi zgjedhor të ndershëm dhe transparent. Raportimi detajuar mbi ecurinë e procedimeve penale pritet të pasqyrohet në vijim, ndërsa organet e drejtësisë kanë nënvizuar angazhimin maksimal për të garantuar zbatimin e ligjit në çdo rast të identifikimit. Në Shqipëri për gjatë vitit 2024 ishin mbi 248.000 biznese aktive. Sa i takojnë formës së tyre ligjore, peshën më të madhe e zinin subjektet e regjistruara si person fizik apo i vetë punësuar me 193.000. Numri i bizneseve aktive në Shqipëri deri në fund të vitit 2024 rezulton në 228.737, të cilat janë shpërndarë në të gjithë vendin. Sa i takon formës së tyre ligjore, peshën më të madhe zën subjektet e regjistruara si person fizik apo i vetë punësuar me 193.466 prej tyre. Person fizik quhet një individ që kërkon të ushtrojë një aktivitet tregtar të pavarur dhe është i vetë punësuar, i vetëm ose me punëmarrës antar të papaguar të familjes dhe persona të tjerë. Shifra tregon tendencën e qytetarëve për të punuar për veten e tyre, duke qenë se kjo kategori ka dhe një përjashtim nga taksat, siç është tatim fitimi deri në pragun 14 milion lek, si dhe tatimi mbi vlerën e shtuar deri në xhiron 10 milion lek. Duket se edhe vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit të kaluar, i cili rrëzoi tatimin e vendosur nga qeveria për këtë kategori, ka bërë që numri i këtyre subjekteve të vijojë të jetë i lartë. Në vendin e dytë për nga pesha që zën në numrin total të bizneseve që operojnë në Shqipëri, janë shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, ku regjistrohen 52.881 të tilla. Numërohen gjithashtu 443 shoqëri anonime, 365 shoqëri kolektive, 129 janë deg të një shoqërie të huaj, 98 shoqëri komandite, 58 janë të formës shoqëria thjesht, 33 janë zyrë përfaqësimi, 6 shoqëri kursim krediti, 4 shoqëri me bashkëveprim dhe 1 SHA me ofertë publike. Sa i takon regjistrimit sipas Kombësisë, rezulton se 230.730 biznese janë me pronësi 100% shqiptare, 13.580 prej tyre janë 100% të huaja, 159 subjekte kanë pronësi të përbashkët shqiptare dhe të huaj, dhe 5 janë me kombësi shqiptare por shtetërore. Në Kuvend është depozituar për ratifikim marrëveshja e financimit ndërmjet Shqipërisë dhe Komisionit Evropian për programin operacional shumëvjeçar për punësimin e të rinjve. Kostoja e përgjithshme e programit është 63.48 milion euro dhe kontributi maksimal i Bashkimit Evropian është vendosur 50 milion euro. Në Kuvend është depozituar për ratifikim marrëveshja e financimit ndërmjet Shqipërisë dhe Komisionit Evropian për programin operacional shumëvjeçar për punësimin e të rinjve. Referuar dokumentit, programet operacionale do të fokusohen në reforma dhe përmirësimin e politikave si digitalizimi, me qëllim automatizimin dhe lehtësimin e jetës së qytetarëve dhe bizneseve, si dhe veprimtarisë së administratës publike, eficienca e energjisë, punësimi, arsimimi dhe aftësitë e të rinjve. Marrëveshja e financimit për programin operacional shumëvjeçar për punësimin e të rinjve për periudhën 2024-2027 në kuadër të instrumentit të asistencës së parandarësimit përbëhet nga një paketë dokumentesh dhe kushtesh të veçanta.
Ndërkohë, kosto e përgjithshme e llogaritur e këtij programi është 63.48 milion euro dhe kontributi maksimal i Bashkimit Evropian në këtë program gjithashtu është vendosur 50 milion euro e 13.48 milion euro ofrohen si bashkëfinancimi i qeverisë shqiptare. Shqipëria gjatë procesit të integrimit në Evropë mbështetet nga Bashkimi Evropian nëpërmjet instrumentit të asistencës financiare të paraantarësimit me qëllim për të ndihmuar në miratimin dhe zbatimin e reformave. Kjo asistencë jepet në përputhje me kuadrin e politikës së zgjerimit në partneritet me përfituesin. Periudha e ekzekutimit të kësaj marrëveshjeje financiare do të fillojë me hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshjeje dhe do të përfundojë 12 vjet pas kësaj date. Sipas dokumentit, programi synon të adresojë sfidat që kanë të rinjt në aksesin në mundësi punësimi dhe zhvillimin e aftësive të nevojshme për tregun e punës me qëllim uljen e mungesës së perspektivave dhe parandalimin e emigrimit. Më tej theksohet se objektivi kryesor i programit operativ të Bashkimit Evropian për punësimin e të rinjve është të ofrojë mundësi cilësore punësimi, trajnimi ose arsimimi të rinjve të papunë dhe jo aktiv të regjistruar në zyrat e punësimit brenda një periudhe 4 mujore nga regjistrimi. Ky program do të përqendrohet kryesisht në grupin e të rinjt që nuk janë në arsim, punë ose trajnim të moshës 15 deri 29 vjeç për shkak të shkallës së lartë të papunësisë dhe inaktivitetit në këtë kategori. Në skemën e pensioneve janë arkëtuar 440 milion euro vetëm në 3 muajt e parë të vitit, me një kapërcim prej 47 milion euro në raport me një vit më parë dhe tejkalim të planit. Viti 2025 ka nisur mbar për buxhetin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe për skemën e pensioneve, pasi të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore kanë pësuar rritje të ndjeshme. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se për periudhën janar-mars 2025 janë arkëtuar afro 43.9 miliard lek apo 440 milion euro detyrime të derdhura nga punonjësit në sektorin publik dhe privat në Shqipëri për sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Nëse do ta krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit 2024, vjet re një kapërcim i lartë në të ardhura me rreth 4.7 miliard lek apo 47 milion euro. E shprehur në përqindje, rritja e të ardhurave regjistrohet në 11.9%. Po ashtu ka edhe një rritje të ndjeshme në raport me planifikimin e bërë për këtë periudhë me rreth 13 milion euro. Nga ana tjetër, kjo shifër është rekord në dekadën e fundit, duke u rritur me 60% në raport me vitin 2015. Faktorët që kanë ndikuar në këtë performancë janë disa. Së pari është rritja e pagave në sektorin publik, ndjekur dhe nga sektori privat, duke bërë që paga mesatare në vend të rritet ndjeshëm dhe si rrjedhim dhe pagesa e punonjësve për sigurime. E dyta lidhet me reformën anti-informalitet fokusuar kryesisht në nëndeklarimin e pagave, çka solli një rritje të deklarimeve dhe si rrjedhim dhe të ardhurave të paguara për kontribute. Faktori i tretë lidhet me rritjen e numrit të bizneseve të hapura në Shqipëri përgjatë vitit 2024, si dhe mirë administrimi nga ana e administratës tatimore, që duket sikur po kompenson disi dhe mungesën e fuqisë punëtore në vend. Pagesa minimale për kontributet të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për individ është rreth 11.000 lekë në muaj. Aktualisht, me konsulencën e Bankës Botërore, qeveria shqiptare po përgatit një reformë të re të mbrojtjes sociale, me qëllim rritjen e mëtejshme të mbështetjes për këto kategori, si dhe sigurimit të një raporti sa më të drejtë midis nivelit të kontributeve dhe përfitimeve në skemën e pensioneve. Vit 2024 të ardhurat e kompanive celulare nga shërbimet e ofruara nëpërmjet rrjeteve celulare dhe rrjeteve fikse kanë arritur në 28 miliard lek. Sipas Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, të ardhurat u rritën me 10% në krahasim me vitin 2023. Gjatë vitit të kaluar janë shumë fishuar të ardhurat e kompanive celulare nga paketat e aktivizuara për qytetarët. Sipas raportit vjetor të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, të ardhurat e kompanive celulare në 2024 ishin 39.3 miliard lek, vlerë kjo 4% më e lartë se në 2023. Nga shërbimet e ofruara nëpërmjet rrjeteve celulare, pra paketave, kompanitë celulare fituan 28 miliard lek, ndërsa fitimi prej shërbimeve nëpërmjet rrjeteve fikse ishte 11 miliard lek. Fitimet nga paketat celulare vijojnë të zënë peshën më të madhe me 71% të totalit të ardhurave, ndërsa fitimet nga shërbimet e ofruara përmes rrjeteve fikse zënë 29% të totalit të ardhurave të kompanive celulare. Shuma monetare fituar prej kompanive nga shërbimet nëpërmjet rrjeteve celulare u rrit me rreth 10% krahasuar me vitin 2023, ndërkohë që të ardhurat nga shërbimet nëpërmjet rrjeteve fikse ranë me rreth 4%. Në 2024, ofruesit e shërbimeve të rrjeteve celulare kanë fituar 2.5 miliard lek më shumë se në vitin pararendës,
duke arritur në nivelin e rreth 28 miliard lek. Të ardhurat e sipërmarrësve nga shërbimet ose rrjetet fikse në vitin 2024 ishin afërsisht 11.4 miliard lek, duke pësuar rënje me rreth 4% nga periudha pararendëse. Të ardhurat e gjeneruara nga sipërmarrësit të mëdhenj dhe të mesëm përbëjnë rreth 78% të totalit të ardhurave të gjeneruara për vitin 2024. Përse përket investimeve të kryera nga kompanitë në rrjetet e tyre, të dhënat nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare tregojnë se sipërmarrësit e rrjeteve fikse kanë kryer rreth 2.86 miliard lek investime në rrjetet e tyre, duke shënuar një rritje të lehtë krahasuar me vitin 2023, ku kjo shifër ishte rreth 2.7 miliard lek. Edhe në këtë vit, investimet janë kanalizuar kryesisht në funksion të përmirësimit të aksesit të shërbimeve broadband, rreth 87% të totalit, kundër investimet kryesore është fokusimi drejt zhvendosjes së rrjeteve të transmetimit nga teknologjia DSL drejt teknologjisë me fiber. Platforma e-Albania pati mbi 1.4 milion aplikime dhe 2.2 milion përdorime në prill të 2025-s. Vizitat ranë lehtë, por ushtuan 17.000 përdorues të rinj. Qytetarët po preferojnë aksesin e shpejtë përmes pajisjeve mobile. Platforma digjitale e-Albania ka vazhduar të tregojë një rritje të qëndrueshme gjatë muajit prill 2025, duke u kthyer në një mjet të domosdoshëm për qytetarët shqiptar. Gjatë këtij muaji janë bërë mbi 1.4 milion aplikime për shërbime elektronike, ndërsa përdorimi total i shërbimeve ka kaluar shifrën e 2.2 milionëve. Vizitat në platformë kanë qenë mbi 13.4 milion, duke shënuar një ulje të lehtë nga muaji i shkuar. Janë kryer mbi 37 milion transaksione të suksesshme me institucionet shtetërore, çka tregon se gjithnjë më shumë qytetarë po i drejtojnë rrugës së digitalizimit për të marrë shërbimet që u duan. Numri i përdoruesve aktiv ishin 500.000, ndërsa 17.000 qytetarë u regjistruan për herë të parë, duke pësuar një rritje të konsiderueshme nga marsi 2025-s. Një pjesë e madhe e hyrjeve u bë përmes telefonave apo pajisjeve të tjera mobile, me mbi 372.000 përdorime të tilla. Kjo tregon se përdoruesit po preferojnë gjithnjë më shumë aksesin e shpejtë dhe të thjeshtë përmes pajisjeve në lëvizje. Në prill u gjeneruan 967.000 dokumente me vulje elektronike, ndërsa shërbimet më të kërkuara ishin certifikatat personale dhe familjare, si dhe vërtetimi për pagesën e kontributeve. Nga ana tjetër, aplikimet më të shpeshta ishin për vërtetim page, deklarim të kontributeve për sigurimet shoqërore dhe kontroll mjekësor bazë. Edhe pagesat elektronike kanë qenë të larta, kryesisht për taksat vendore në Bashkinë e Tiranës, taksë vjenore për mjetet dhe certifikatat për projektet e fiskalizimit. Në total, numri të regjistruarve në platformë ka arritur mbi 3.3 milion, që nga krijimi i saj me rreth 15.000 regjistrime të reja vetëm gjatë prillit. Këto të dhëna tregojnë se qytetarët shqiptar po i besojnë gjithnjë më shumë teknologjisë në marrëdhëniet e tyre me shtetin, duke kthyer e-Albanian në një urë lidhëse të rëndësishme për marrjen e shërbimeve publike në mënyrë të shpejtë dhe të lehtë. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Presidenti Amerikan Donald Trump siguroi një investim për $600 miliardë nga Arabia Saudite. Gjithashtu ai njoftoi se do të heqë sanksionet ndaj Sirisë. Presidenti Amerikan Donald Trump e nisi udhëtimin e tij në gjirin persik me një njoftim të papritur se Shtetet e Bashkuara do të heqin sanksionet e gjata ndaj Sirisë. Gjithashtu ai siguroi një angazhim për $600 miliardë nga Arabia Saudite për të investuar në Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës rënë dakord të shesin Arabi Saudite një paketë armësh me vlerë gati $142 miliardë, sipas shtëpisë së bardhë, e cila e quajti atë marrëveshjen më të madhe të bashkëpunimit për mbrojtjen që Washingtoni ka bërë ndonjëherë. Fundi i sanksioneve ndaj Sirisë do të ishte një nxitje e madhe për një vend që është shkatëruar nga lufta civile prej më shumë se një dekade. Duke folur në një forum investimesh në Riyadh, Trump tha se po hiqte sanksionin sipas një kërkese nga sundimtari de facto i Arabisë Saudite, princi Mohammed bin Salman. Lideri amerikan theksoi se sanksionet kishin pasur një funksion të rëndësishëm, por tani është koha që vendi të ecë përpara, u shpreh ai. Ky veprim përfaqëson një kthes të madhe në politikën amerikane. Shtetet e Bashkuara e shpallën Sirinë një shtet sponsor të terrorizmit në vitin 1979, vendosën sanksione në vitin 2004 dhe shtuan sanksione të mëtejshme pas shpërthimit të luftës civile në vitin 2011. Ndër të tjera, Trump dhe princi kurorë saudite nënshkruan një marrëveshje që mbulon energjinë, mbrojtjen dhe minerat. Ai është përpjekur të forcojë marrëdhëniet me sauditët për të përmirësuar lidhjet rajonale me Izraelin dhe për të vepruar si një mburoj kundër Iranit. Marrëveshja mbulon kontrata me shumë kompani amerikane të mbrojtjes, duke përfshirë mbrojtjen ajrore dhe raketore, sigurinë detare dhe komunikimet. Arabia Saudite është një nga klientët më të mëdhenj për armët amerikane dhe vendet kanë mbajtur lidhje të forta për dekada. Mbretëria furnizon Washingtonin me naftë dhe superfuqia ofron siguri në rajon.
Në muajin prill, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shënuan një rritje të ndjeshme të suficitit buxhetor fal të ardhurave nga tarifat doganore. Megjithatë, deficiti për 7 muajt e parë të vitit fiskal te kaloi vlerën e $1 trilion. Qeveria e Shteteve të Bashkuara shënoi një suficit buxhetor për $258 miliard për muajin prill, 23% më shumë apo rreth $49 miliard krahasuar me një vit më parë. Departamenti i Thesarit raportoi se detyrimet doganore në prill arritën në total $16 miliard, një rritje për rreth $9 miliard nga periudha e një viti më parë dhe duke tejkaluar shumë rekordin e mëparshëm prej $9.6 miliard 2 vjet më parë. Zgjerimi ndodhi gjatë muajit në të cilin presidenti Donald Trump rriti tarifat për mallat kineze deri në 145%, ndërsa vendosi të paktën 10% taksa për importet e mallrave nga vendet e tjera. Rezultatet e buxhetit tregojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mblodhen pak më shumë se $500 milion në ditë nga tarifat në prill. Muajin e kaluar, Trump tha se qeveria mblodhi rreth $2 miliard në ditë. Për 7 muajt e parë të vitit fiskal, detyrimet neto doganore arritën në total $63 miliard, krahasuar me $48 miliard në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Megjithatë, këto të ardhura pritet të ulen. SBA dhe Kina gjatë fundjavës arritën një marrëveshje për të lehtësuar përkohësisht tarifat ndaj njëra tjetrës me Washingtonin që uli detyrimet nga 145% në 30% për 90 ditët e ardhshme, ndërsa taksat kineze mbi importet amerikane do të bien në 10% nga 125%. Thesari raportoi një deficit buxhetor për $1.49 trilion për 7 muajt e parë të vitit fiskal 2025, që filloi më 1 tetor, 23% më shumë ose $194 miliard krahasuar me një vit më parë. Të ardhurat nga viti fiskal deri më sot prej $3.110 trilion dhe shpenzimet prej $4.159 trilion ishin të dyja shifra rekord për vitin deri në prill, megjithëse deficiti nuk ishte, tha një zyrtar i Thesarit. Shpenzimet në programin e pensioneve të sigurimeve shoqërore u rritën me 9% në $945 miliard gjatë vitit fiskal, ndërsa pagesat për të mbuluar interesin e borxhit të Thesarit u rritën me 10% nga një vit më parë në $684 miliard. India po shqyrton mundësinë e vendosjes së tarifave për disa produkte amerikane si pasojë e taksave të reja të Shteteve të Bashkuara mbi çelikun dhe aluminin, ndërkohë New Delhi synon të zgjerojë eksportet përmes bisedimeve me vendet partnere. India po shqyrton vendosjen e taksave të importit për disa produkte të prodhuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një kundërpërgjigje ndaj Washingtonit për çelikun dhe aluminin, tregon një dokument i paraqitur në Organizatën Botërore të Tregtisë. Pezullimi i propozuar i koncesioneve ose detyrimeve të tjera merr formën e një rritje të tarifave për produktet e zgjedhura me origjinë nga Shtetet e Bashkuara, thuhet në dokument. Megjithatë, aty nuk specifikohet se çfarë lloj produktesh mund të nënshtrohen tarifave. Në muajin mars, Shtetet e Bashkuara vendosën taksa për 25% mbi importet e çelikut dhe aluminit, një zgjatje e masave të vendosura për herë të parë në vitin 2018 gjatë mandatit të parë të presidentit Donald Trump. India, prodhuesi i dytë më i madh në botë i çelikut të papërpunuar, shkrua në dokumentin e saj drejtuar OBT-s se detyrimet do të ndikonin në $7.6 miliard produkte të prodhuara në vend që shkojnë në Shtetet e Bashkuara. Përveç taksave mbi çelikun dhe aluminin, administrata Trump ka kërcënuar me tarifa reciproke për 26% për mallrat indiane. Të dyja vendet po përpiqen të arrijnë një marrëveshje tregtare me New Delhin që ofron reduktimin e ndekut tarifor me Shtetet e Bashkuara me 2/3. India ka disa nga taksat më të larta në botë për importet dhe Trump e ka quajtur më parë vendin një abuzues të tarifave. New Delhi gjithashtu ka vendosur tarifa të veta për çelikun. Muajin e kaluar vendosi detyrime të përkohshme për 12% për të frenuar importet e çelikut të lirë, kryesisht nga Kina. Përveç përpjekjeve të saj për të kufizuar furnizimin në vend, India synon gjithashtu të sigurojë akses më të madh për eksportet indiane të çelikut përmes bisedimeve me vendet partnere. Shitjet globale të automjeteve elektrike dhe hibride u rritën me 29% në prill të udhëhequra nga Kina dhe Evropa, ndërsa Amerika e Veriut shënoi rënien e parë që nga muaji shtator mes pasigurive tregtare dhe tarifave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Shitjet globale të automjeteve elektrike dhe hibride u rritën me 29% në bazë vjetore në muajin prill, një rritje të qëndrueshme në Kinë dhe Europë, pavarësisht tensioneve tregtare, por Amerika e Veriut regjistroi rënien e parë që nga shtatori i kaluar, sipas të dhënave të fundit. Shitjet europiane të automjeteve elektrike tejkaluan ato të Teslas, me kompanitë që kërkojnë të shesin modele më pak ndotëse për të përmbushur objektivat e Bashkimit Evropian në lidhje me emetimet e karbonit. Prodhuesit e makinave elektrike me bazë në Kinë vazhduan të zgjerojnë shitjet vendase të automjeteve me bateri, ndërsa ju përgjigjen kërkesës në rritje për vetura hibride në vendet e tjera. Këto shifra janë shpresdhënëse për sektorin që përballet me një tarif importi prej 25% në Shtetet e Bashkuara, tregu i dytë më i madh i makinave në botë. Si rezultat i tensioneve tregtare, shumë kompani kanë tërhequr parashikimet e tyre për vitin 2025. Qëndrimi i presidentit Donald Trump ndaj standardeve të emetimeve dhe pasigurisë rreth tarifave penguan gjithashtu rritjen e automjeteve elektrike në Amerikën e Veriut. Marrëveshjet e tij këtë muaj me Britaninë dhe Kinën ndikojnë vetëm pak në shitjet e makinave me bateri, por këto janë shenja pozitive për industrinë përpara bisedimeve të mundshme me Korenë, Japoninë dhe Bashkimin Evropian, shprehen analistët. Shitjet globale të automjeteve elektrike me bateri dhe hibride u rritën në 1.5 milion njësi në prill, treguan të dhënat e Row Motion. Kina regjistroi rritjen me 32% nga i njëjti muaj i vitit 2024 në 0.9 milion makina në 900.000 makina. Europa raportoi një zgjerim prej 35% në bazë vjetore në 300.000 makina të shitura, ndërsa në Amerikën e Veriut ato ranë me 5.6% në 100.000 njësi. Në pjesën tjetër të botës, shitjet e prillit u rritën me 50%. Makinat hibride janë pothuajse dyfishuar deri më sot në pjesën tjetër të botës, kryesisht për shkak të eksporteve kineze, shpjegojnë ekspertët e sektorit. Microsoft njoftoi shkurtime të mëdha që prekin rreth 6.000 punonjës si pjesë e një ristrukturimi të kompanisë. Firma po zhvendos fokusin drejt teknologjive të reja si inteligjencë artificiale dhe cloud për të pasur rezultate të larta financiare. Microsoft njoftoi se po largon nga puna 3% të punojësve në të gjitha nivelet, ekipet dhe zonat gjeografike, një vendim që prek rreth 6.000 persona. Ne do të vazhdojmë të zbatojmë ndryshime organizative të nevojshme për ta pozicionuar më mirë kompaninë drejt suksesit në një treg dinamik, tha një zëdhënës i Microsoft në një deklaratë. Kompania raportoi rezultate më të mira se sa pritej me 25.8 miliard dollar të ardhura neto tremujore dhe një parashikim optimist në fund të prillit. Microsoft kishte 228.000 punonjës në të gjithë botën në fund të qershorit, por shteti i Washingtonit tha se kompania po zvogëlonte numrin e punonjësve të lidhur me selinë e saj në Redmond me 1985 persona, duke përfshirë 1510 në zyrë. Në total pritet të jetë raundi më i madh i largimeve nga puna e Microsoft që nga eliminimi i 10.000 pozicioneve në vitin 2023. Në muajin janar, kompania njoftoi një raund të vogël shkurtimesh që bazoheshin te performanca, por largimet e reja nuk lidhen me performancën, tha një zëdhënës i firmës. Një ndër objektivat është reduktimi i shtresave të menaxhimit. Në muajin janar, Amazon njoftoi se po largonte disa punonjës pasi vuri re shtresa të panevojshme në organizatën e saj. Javën e kaluar, ofruesi softwareve të sigurisë kibernetike CrowdStrike njoftoi se do të pushonte nga puna 5% të fuqisë punëtore. Në fillim të vitit, administratori i përgjithshëm i Microsoft, Satya Nadella, u tha analistëve se kompania do të bënte ndryshime në ekzekutimin e shitjeve, pasi shënoi një rritje më të ngadalse se pritej në të ardhurat e Cloud Azure, që nuk ishte i lidhur me teknologjinë inovatore, ndërsa rritja e cloud të inteligjencës artificiale i tejkaloi parashikimet e brendshme. Në një kohë ndryshimesh në platformë, duhet të mbështeteni edhe në fitoret e dizajnit të ri dhe thjesht nuk vazhdoni të bëni gjërat që keni bërë në gjeneratën e mëparshme, than burimet brenda kompanisë. Kina po shton ndjeshëm investimet për inteligjencën artificiale veçanërisht në sektorin e robotëve humanoid. Kjo strategji synon të nxjisë rritjen ekonomike dhe të përballojë mungesën e fuqisë punëtore. Pas garës së inteligjencës artificiale ka ardhur momenti i robotëve humanoid. Robotët humanoid të Kinës synojnë të nxisin rritjen ekonomike dhe të sillin avantazhe në sektorin e prodhimit. Man të startupit të Shangajit, Agibot, 10 robot humanoid mësojnë se si të palosin një bluzë, të bëjnë një sanduiç dhe të hapin dyert vazhdimisht për 17 orë në ditë. Qëllimi i këtij startupi është të gjenerojë sasi të mëdha të dhënash që t'i servisin robotët se si të lundrojnë në botën njerëzore. Vetëm imagjinoni që në ditën e fabrikën tonë të robotëve
robotëve, robotët tanë do të montojnë veten e tyre, tha një nga partnerët në Agibot. Rëndësia e zhvillimit humanoid u nënvizua nga vizita e presidentit kinez Xi Jinping në objektin e Agibot në Shanghai muajin e kaluar. Autoritetet kineze kanë ndarë $20 miliardë për sektorin gjatë vitit të kaluar dhe Pekini po krijon një fond për $137 miliardë për të mbështetur startupet në fusha të tilla si inteligjenca artificiale dhe robotika, tregon njoftime zyrtare. Sektori ka parë një shpërthim firmash të reja në vitin 2024, 31 kompani kineze prezantuan 36 modele konkurruese humanoide kundrejt 8 modeleve nga firmat amerikane. Pjesa më e madhe avantazhit të Kinës qëndron në dominimin e pajisjeve që përbën një humanoid. Vendi është i aftë të prodhojë deri në 90% të komponenteve duke ulur barrierat e hyrjes. Si rezultat, Pekini tani përbën shumicën e prodhuesve që punojnë në projekte të tilla në nivel global dhe dominon zinxhirin e furnizimit. Disa startupe kineze po shesin robot me çmim të lirë deri në $13,622. Mund të keni një kërkesë në mëngjes dhe deri pas dite ajo mund të plotësohet. Ky lloj efikasiteti është vërtet i rrallë dhe mund të jetë e vështirë të arrihet një nivel i tillë jashtë vendit, thanë ekspertët e sektorit. Disa analistë parashikojnë se humanoidët mund të ndjekin trajektorin e automjeteve elektrike, kostot e të cilave ranë ndjeshëm gjatë dekadës së fundit, ndërsa subvencionet qeveritare nxitën një përdorim të gjerë te publiku kinez. Sipas tyre, kosta e humanoidëve Agibot do të përgjysmohet brenda 5 viteve. Pavarësisht shqetësimeve për ndikimin në vende pune, Pekini e shet teknologjinë si çelës për të plotësuar mungesat e fuqisë punëtore në fusha të tilla si kujdesi për të moshuarit, ku kërkesa po rritet ndërsa popullsia për 1.4 miliard banorësh e Kinës po plaket. Qeveria e Kinës publikoi një plan kombëtar për kujdesin ndaj të moshuarve në dhjetor që inkurajoi integrimin e robotikës dhe inteligjencës artificiale. Në prill, 21 robot humanoid ju bashkuan mira vrapuesve në gjysmëmaratonën Yuzhang të Pekinit, duke shënuar herën e parë që këto makineri kanë ngaruar së bashku me njerëzit në një pistë për 21 kilometra. Për momentin, shumica e robotëve hasin vështirësi gjatë operimit, por gjysmëmaratona tregoi se Kina nuk planifikon thjesht i bashkohet garës humanoide, por ta fitojë atë. Kemi mbërritur në fund të edicionit informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, bashkë ndajmë këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.